fëmijët mos të mjesin jashtë. Halil fëmijët i kam pa bukë. Halil fëmija. Jo për vetën tem. Fëmija, hej, edhe vdekja e prindit thot është më e rahatshme kur ti mbyll sytë dhe din që fëmin i rahatoj. Sa baballar, e sa nana, na kanë thonë neve Halil, veç ta shë, se fëmijët hitën shpitëre edhe në deksha nuk e kam derë. Kemi pa nanë që dirgjët në krevet, me smundje të ranë. Ama derti saj ka qenë se si ti ushqen fëmijët, jo smundja saj. Derti saj nuk ka qenë që apo muj me i siguru ilaqet për kancerin që më ka kapë, por me na pa neve Halil, fëmijët mos të mjesin jashtë. Halil fëmijët i kam pa bukë. E haki babës dhe nanës është shumë i ranë. Wallahi, në këtë dunja ka më të ngushtu jeta nëse nuk i jenë respekt të prindit tënë. Babë dhe nanë nuk zavendëson kërkush heq. E kemë edhe prej atyre rastave që neve obligohemi me ju dhonë këshilla, sepse shpesh herë ndodhë që edhe këtu të shtëpia të moshuarve vinë njerëz, edhe na bojnë kërkesa të ndryshme, du me prun babën, du me prun nanën në shtëpi, s'po jem gjendje me nejt gati, s'po jem gjendje me mirëmbajt, babën edhe nanën. Qaj babë dhe qaj nanë, që kanë prish rahatin e tyre, gjumin e tyre, i është thyj kurrizi prindit, veç me qenë në shërbimin tëndë, o e vlad. Andaj, mos ju thuj as fjallën uf. Merë një duni edhe përqafoni sa i keni afer dikur do t'ju mungon edhe hija e tyre. Wallahi, lidhse mes teje dhe Zotit është prindi. Wallahi, me qenë aksion me neve dhe me dëgju rrëfimet shumë babalarve dhe nanave, duke u mundu që për një minutar shkurt sa jem të familja me t'i qitë edhe mu shknit në tavolin, veç me t'bind o Halil fëmija o Halil. Po më rritën mëke, po më rritën pa ushqime, po më rritën deshe, dathe. Hala nuk na ka ra neve me dëgju një prind se kam, të na thonë neve se kam dertin e vladit, kam dertin tem. Krejt rastet që neve i kemi pas, 1600 rastet që na i kena bo me shpija, gjitha në një pik janë përputh. Gjitha janë bashku në një pik. Ajo pik Halil fëmija. Jo për vetën tem. Fëmija, hej, edhe vdekja e prindit thot është më e rahatshme kur ti mbyll sytë dhe din që fëmin i rahatoj. Sa baballar, e sa nana, na kanë thonë neve Halil, veç ta shë, se fëmijët hitën shpitëre edhe në deksha nuk e kam derë. Vdekjen nuk e ndi rëndësinë e saj, nuk e ndi smujnë e saj, shkoj ma letë se e di se fëmijët i bonë me shpi. Andaj lutjen e këtyre prindve, lotin e këtyne fëmijëve, Zoti e i ka dhonë pe shumë të ronë në kandarin e vetë. Edhe qaj e doa, qaj e lutje ka me të gjetë në këtë botë edhe botën tjetër. Andaj, ndihmoni njerëz, bohu shkaktar i ndalimit të shumë ofshamave, të shumë babalarve, shumë nanave. Ndale lotin me atë sa ki mundësi të shumë fëmijëve që presin mëshirën tënde dhe tonë. Bohu i mëshirshëm, edhe pritë mëshirë nga i madhi Zot.